Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbajtur një fjalim të fortë politik në konferencën e Partisë Popullore Europiane në Sarajevo, ku ka paraqititur një tablo kritike të situatës në Shqipëri, duke përshkruar vendin si të zhytur një krizë të thellë politike, institucionale dhe demokratike. Në fjalën e tij para drejtuesve dhe përfaqësuesve të forcave të djathta europiane, Berisha deklaroi se Shqipëria ndodhet aktualisht në një gjendje alarmante, të cilën krahasojmë me një pacient në sallën e urgjencës, ndërsa theksoi se problemi më i madh i vendit mbetet mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Një nga mesazhet kryesore të fjalimit ishte kërkesa për krijimin e një qeverie kujdestare, e cila sipas krehut të opozitës do të garantonte zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Berisha argumentoi se proceset zgjedhore në Shqipëri nuk përmbushin standardet demokratike dhe se ky është shkaku kryesor i krizës politike që sipas tij po thellohet nga viti në vit. Ndihma më e madhe për Shqipërinë do të ishte një qeveri kujdestare që do të garantonte një proces zgjedhor të lirë dhe normal, deklaroi më tij kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha.